Jeni me lajmet qendrore në Tribuna Channel. Me ju sonte Jehona Bajrami Gashi. Mirëmbrëma të nderuar shikues, ky është edicioni më i ri informativ në Tribuna Channel. Fillimisht shohim bashkë titujt kryesor të këtij edicioni. Demarkacioni te kalon dallimet politike, nuk dihet nëse debati me qytetarë dhe tryeza e kuvendit mbahen bashkë. Fillojnë ngërmimet në oborin e Universitetit të Prishtinës në prani të ndërkombëtarëve, delegacionit kosovar dhe atij serb. Paralajmërohet shtrenjtimi i energjisë elektrike, mesatarja kostot pritet të bëhet 13%, në Evropë një kost të tillë është 6%. Imami Bekim Jashari flet në Republik, feja sipas tij po keq përdoret për poena politike. Për marrëveshjen që përcakton vijën kufitare me Malin e Zi, në kuvend u propozua tryezë me ekspert, deputet e përfaqësues të ndryshëm. Po ashtu ju bë thirrje edhe qeverisë për debat publik me qytetarë rreth kësaj çështje. Por nga qeveria nuk janë përgjigjur nëse do të ndërmarrin iniciativa të përbashkëta me legjislativin. Zëvendës kryeministri Kuqi thotë se kjo çështje duhet të tejkalojë dallimet politike. Ratifikimi i marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi ka ngjallur reagime nga më të ndryshmët. Për debat të kësaj marrëveshje u propozua edhe tryezë për diskutim me përfaqësues e ekspert të ndryshëm. Ishte ambasadori i Britanisë së Madhe në Kosovë Rory O'Connell, i cili bëri thirrje qeverisë që të mbajë debat publik me qytetarët dhe gjithçka të argumentojë me fakte. Por sa do t'i përgjigjet qeveria një ftesë të tillë apo edhe të marrë pjesë në tryezën e thirrur nga deputeti i LDK-s Shpejtim Bulliqi, këtë përgjigje nuk e kanë dhënë nga zyra e kryeministrit Mustafa. Tribuna Channel ka provuar gjatë ditës të vë kontakt, por ata nuk i janë përgjigjur interesimit të televizionit. Nga ana tjetër, zëvendës kryeministri i Kosovës Hajredin Kuqi ka thënë se brenda këtyre ditëve do të ketë takime intensive të spektrit politik lidhur me çështjen e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Sipas tij, për çështje me rëndësi kombëtare siç është demarkacioni, duhet të tejkalohen dallimet politike. Mendoj që do të ketë takime të shtura në këtë drejtim me të gjithë aktorët politik dhe jo politik të vendit tonë. Nuk ka asnjë arsye që Kosova të ketë hidhrim, po them, as partitë politike, as shqiptarët në raport me demarkacionin ose ndonjë punë tjetër me interes nacional. Koalicioni qeverisës as nuk e kanë lidhur deklarata, as nuk e vënë në krizë disa deklarata. Koalicioni qeverisës parimet, konceptet, programi qeverisës e vënë në krizë ose jo. Ndërka që i pyetur se a është në krizë koalicioni PDK-LDK, Kuqi ka potencuar se nuk ka krizë në mes të koalicionit, një ditë pasi analistët në Tribuna Channel deklaruan në emisionin politik se demarkacioni ka vënë në krizë koalicionin qeverisës. Unë nuk besoj që PDK-ja gjatë do t'i, po themi, paguaj kostot politike të qeverisë me LDK-n, do të tentoj që këtë çështje, këtë dështim t'ja faturoj LDK-s, pavarësisht që ky komision për kufirin ishte krijuar më herët e tjerë, por duke qenë se e ka marrë në mbrojtje publike kryeministri punën e këtij komisioni, unë besoj që pas dështimit ratifikimit, po themi do të kemi krisje të koalicionit qeveritar. Vendimi i qeverisë për procedimin në kuvend të marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi nuk është vlerësuar si vendim i duhur nga analist politik. Ata theksojnë se kalimi i kësaj marrëveshje do të sjellë dëme më të mëdha se sa mos kalimi i tij, duke shtuar se në kuvend do të përsëritet një skenar i ngjashëm i opozitës si para disa muajsh. Gjatë ditës, ekzekutivi ka publikuar përmbledhjen e dokumentacionit bazik në përcaktimin e territorit të Republikës së Kosovës, përmbledhjen e shkurtër të dokumentacionit teknik të trajtuar nga Komisioni për shënimin e vijës kufitare ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi dhe dokumentacionin e trajtuar për përcaktimin e kufirit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi. I gjithë ky dokumentacion përfshin rreth 500 faqe argumente të dy komisioneve shtetërore. Qeveria e Kosovës e ka publikuar përmbledhjen e dokumenteve me rreth 500 faqe në të cilat është bazuar Komisioni Shtetëror për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Ekzekutivi ka publikuar përmbledhjen e dokumentacionit bazik në përcaktimin e territorit të Republikës së Kosovës, përmbledhjen e shkurtër të dokumentacionit teknik të trajtuar nga Komisioni për shënimin e vijës kufitare ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi dhe dokumentacionin e trajtuar për përcaktimin e kufirit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi.
Qeveria e Kosovës në zbatim të detyrimeve kushtetuese për përcaktimin dhe shënimin e kufirit shtetëror në vitin 2012 pati ndërmarrë nismën për përcaktimin e kufirit në mes të Kosovës dhe Malit të Zi. Po atë vet ishte themeluar Komisioni Shtetëror për shënimin dhe mirëmbajtjen e kufirit shtetëror, në përbërje të cilit ishin ekspert nga fusha të ndryshme në krye me Murat Mehën, profesori geodezis. Puna konkrete e këtij komisioni sipas qeverisë është orientuar prej dokumenteve në vijim. Propozimi gjithëpërfshirës i Marti Atisarit për përcaktimin e statusit të Kosovës, marrëveshjes së Kumanovës të datës 10 qershor 1999, konkluzave të Komisionit Badinter për ish Republikën Socialiste Federative të Jugosllavisë dhe Kushtetutës së Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë të vitit 1974, që ishte në fuqi deri më 31 dhjetor 1988. Territori i Kosovës do të definohet nga vija kufitare Krajinës Socialiste Autonome të Kosovës brenda Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë, ashtu siç kanë qenë këto vija kufitare më 31 dhjetor 1988. Përveç ndryshimit të vijës kufitare nga marrëveshja e demarkacionit në mes të Republikës Federative të Jugosllavisë dhe ish Republikës Jugoslave të Maqedonisë më 23 shkurt 2001, thuhet në dokumentin e parë të publikuar. Sipas dokumenteve, komisioni ka trajtuar 25 harta topografike, ka marrë për bazë 12 dokumente materiale të Drejtorisë së Ekonomisë së Pyjeve të Komunës së Pejës dhe të dhëna kadastrale nga zona të ndryshme. Në këto dokumentacione përfshihen edhe materialet e ofruara nga pala malazeze në të cilën paraqiten 10 dokumente dhe harta. Rezultatet e punës së komisionit janë në përputhje me kërkesat e rezolutës së Parlamentit të Kosovës të qershorit 2015 dhe konkluzionet e Asamblesë Komunale të Pejës në mars 2015, thuhet në këto dokumente. Deputet të dy partive opozitare, AK dhe Nisma për Kosovën, i kanë bërë thirrje sot kolegëve deputet që mos ta ratifikojnë marrëveshjen për demarkacionin me Malin e Zi, pasi që sipas tyre pasoja do t'i bartin gjeneratat e ardhshme. Ata kanë thënë se nuk do të përdorin më gaz lotësjellës si mënyrë kundërshtimi. Dy partitë opozitare, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, janë të vendosura që të kundërshtojnë ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi, duke u bërë thirrje deputetëve që të mos e votojnë atë. Ata thonë se do të përkrajnë çdo iniciativë që shkon në favor të zgjidhjes së çështjes, në të kundërtën do të vazhdojnë protestat dhe veprime të tjera kundërshtuese. Në një konferencë të përbashkët, përfaqësues të këtyre dy partive bën të ditur se në kuvent do të kthehen vetëm atëherë kur të jetë në rendite për ratifikim demarkacioni për ta kundërshtuar atë. Nën kryetarja e AK-s Paleka ju ka bërë thirrje të gjithë deputetëve që t'i thonë jo marrëveshjes së demarkacionit, pasi siç tha ai, pasojat do t'i bartin gjeneratat e ardhshme. Mendojmë që të ratifikojmë marrëveshjen do të jetë e dëmshme për Kosovën, do të jetë e dëmshme për qytetarët, do të jetë e dëmshme për gjitha gjeneratat që vinë dhe gjeneratat do të na mallkojnë për besimin që na kanë dhënë, sepse ne si deputet jemi të thirrur që të mbrojmë sovranitetin, territorin dhe integritetin e Republikës Kosovës. Leka i tha se nuk do të përdorin më gaz lotësjellës, pasi që sipas tij ai tashmë ka arritur efektin e vet. E sa i përket iniciativës për thirrjen e një tryeze, ku do të diskutojë për këtë çështje, Leka i tha se do t'i përgjigjen ftesës për një debat të tillë, edhe pse ata tashmë e sa kohë kanë bojkotuar kuvendin. Edhe Valdete Bajrami e Nismës për Kosovën i ka bërë thirrje kolegëve deputet që mos të japin votën pro ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin kufitar me Malin e Zi. Të bëj ftesë të gjithë deputetëve të kuvendit të Republikës së Kosovës, pavarësisht të partive të cilat i takojnë, ose pavarësisht a janë fare në një parti apo veprojnë si të pavarur, që të mos se japin votën pro në lidhje me marrëveshjen e ratifikimit për demarkacionin, pasi që ne e dim që çështjet nacionale duhet të trajtohen ashtu si të tilla dhe nuk guxojmë që t'i vijmë interesat individuale, partijake përpara interesave shtetërore. Ajo ka theksuar se është mirë që qeveria e ka shtyer mbledhjen e paralajmëruar në kohët dhe gjithçka të fillojë nga pika zero. Pavarësisht Sot kanë filluar gërmimet në kampusin e Universitetit të Prishtinës, ku dyshohet për varrez masive. Gjatë atyre gërmimeve, deri më tani nuk ka informat për personat e varrosur, ndërkohë që gërmimi do të zgjas aq sa ka nevojë. Të pranishëm gjatë gërmimeve janë edhe përfaqësuesit ndërkombëtar, ata vendor dhe një delegacion nga pala serbe.
Hapësira e cila dyshohet për varrezë masive në kampusin e Universitetit të Prishtinës ka filluar gërmimet sot në orët e hershme të mëngjesit. Gërmimi fillimisht ka filluar te Kisha Ortodokse Serbe dhe pritet të fillojë gërmimi dhe të pjesa tjetër prapa rektoratit. Prenggjeta i kryetari Komisionit Qeveritar për persona të zhdukur është shprehur se gjatë atyre gërmimeve në atë kohë nuk ka pasur gjurmë të mbetjeve mërtore. Deri më tash nuk ka ndonjë gjurmë të gjetjes, kur hasin me mbetjet mërtore, sigurisht se do të jetë. Përfaqësuesi i familjeve në Komisionin Qeveritar për të pagjeturit Bajram Qerkini tha se i besojnë dëshmitarëve se në këtë pjesë mund të ketë varrezë masive. Jam i mërzitshëm për shkak se më 17 vjetë në Kosovë në qendër të Prishtinës. Asnjë fjalë nuk mundet zgjetohet, as të thuhet janë 2, a 3, a 4, a dolin, as dolin. Punimet kanë filluar në këtë pjesë me urdhëresë të prokurorisë speciale. Sipas prokurorit të prokurorisë speciale të Republikës së Kosovës, Eles Blakaj, gërmimet do të zgjasin atë sa ka nevojë deri kur eliminohet çdo dyshim konform pretendimeve që janë. Sipas tij, urdhëresa s'ka kohë të përcaktuar. Të pranishëm ishin edhe përfaqësues serb. Pas dyshimeve të ngritura se këtu në kampusin universitar, saktësisht një pjesë të kisha dhe prapa rektoratit, ka varrezë masive, sot kanë filluar gërmimet. Përderisa vetë serbët nuk kanë kundërshtuar që kjo pjesë të gërmohet, por kanë thënë se kjo kishë nuk duhet të politizohet. Ne nuk jemi kundër këtyre gërmimeve, por dëshirojmë që dhe kisha që gjendet këtu të filloj dhe të funksionalizohet. Unë pres që kur të kryet kjo që ka filluar, të gjithë ata që kanë filluar këtë nismë që këtu të gjurmohet, të mbështesin iniciativën tonë që kjo faltore të përfundoj dhe t'i vëm pikën kësaj çështje. Do të insistojmë që kjo kishë të përfundohet dhe t'i kthehet qëllimit të saj, sepse është ndërtuar si kishë që njerëzit të falen atë dhe jo si diçka tjetër. Edhe udhëheqësi i delegacionit nga Serbia që po merr pjesë në procesin e gërmimeve Veljko Odalović theksoi se kisha ka dhënë pëlqimin e saj për fillimin e gërmimeve dhe vlerësoi se politizime të rastit nuk ka dhe nuk do të mund të ketë. Vlerësoj se është një qasje e përgjithshme e të gjithë neve dhe shpresoj se brenda këtyre 3 ditëve së bashku të japim përgjigje për pyetjet që na takojnë sipas mandatit që ne e kemi. Kjo është me rëndësi që të bëjmë në mënyrë të përgjithshme dhe transparente për arsye se kjo është qendra e Prishtinës, një hapësirë ndjeshme, informatë ndjeshme dhe meriton pikërisht atë që thash, një qasje të veçantë për këtë problematikë. Dyshimet për varrezë masive janë ngritur që disa javë nga qytetarë që jetojnë në afërsi të kësaj pjese, ndërkohë të pranishëm gjatë gërmimeve janë edhe përfaqësuesit të ndërkombëtar, ata vendor dhe një delegacion nga pala serbe. Drejtori i zyrës për Kosovë në qeverinë e Serbisë, Marko Gjurić, gjatë ditës ka vizituar fshatin Banjë të komunës së Skenderajit. Ai ka thënë që do t'i mbështesin serbët të cilët jetojnë të rrethuar me shqiptar. I menjëhershëm ka qenë reagimi i deputetës Ganimete Musliu. Varrezat e Shën Nikolasit në fshatin Banjë, komuna e Skenderaj, ishin destinacioni Marko Gjurić nga zyra për Kosovë në qeverinë e Serbisë. Gjatë kësaj vizite ai ka potencuar se shteti i Serbisë do vazhdojë të mbështesë serbët e kësaj ane, të cilët jetojnë të rrethuar nga shqiptarët. Ai ka folur para fshatarëve dhe bashkëpunëtorëve të tij për problemet që kanë ata. Mbështetja që ju merrni nga Serbia do vazhdoj. Të ardhurat e juaja, shteti juaj do të jetë këtu në çdo mas të mundshme, për të cilët ne nuk mund të merremi me të. Sipas tij, e rëndësishme është tërheqja e vëmendjes nga Serbia për problemet për njerëzit që përballen këtu. Zaista jedan od prioriteta u njihovom radu će biti... Kjo është arsyeja pse unë jam këtu, që të tërheq vëmendjen për sfidat dhe dëmin me të cilat përballen njerëzit tanë në këto vende, pra duhet inkurajuar njerëzit që të kenë qëllime të mira. Ali ovo morate... I praneshëm në këtë takim ishte dhe ministri serb në qeverinë e Kosovës, Ljubomir Marić. Gjurić ka kërkuar nga ministri Ljubomir Marić që të punojë në zgjidhjen e problemit të infrastrukturës në këtë fshat të Kosovës. Ky i fundit ka thënë se ministria që ai drejton këtë vit ka ndarë një projekt për komunën e Skenderajit, duke sikur se parimi për barazi është prioritet i rëndësishëm. Reagime të menjëhershme ka pasur deputetja Ganimete Musliu nga radhët e PDK-s, duke thënë se janë vënuar teksa shohin bashkëkombësit e tyre serb që jetojnë në paqe.
Skënderaj dha shumë për lirinë e qytetarëve të saj dhe ja din më mirë se kushdo tjetër peshën e lirisë. Prandaj ne i përgëzojmë bashkëqytetarët tanë serb në Banjë që pranuan realitetin e ri në Kosovë. Sot mbi 90% e atyre banorëve janë të pajisur me dokumentat e Republikës së Kosovës dhe ata jetojnë në paqe me fshinjet e tyre shqiptar. Ata sot ndjehen dhe trajtohen të barabartë me të gjithë qytetarët e Skënderajt. Meritat për këto i kanë padyshim qytetarët e Skënderajt, të cilët kontribuojnë çdo ditë që ato që përjetuan ata nga regjimi dhe administrata e Miloševićit mos ta përjetoj askush tjetër. Mediat serbe raportojnë se në fshatin Banjë jetojnë rreth 350 pjesëtar të komunitetit serb. Ministri i deri tani shumë i drejtësisë Hajredin Kuqi ja ka dorëzuar sot zyrtarisht mandatin pasardhësës së tij në këtë post Durata Hoxha. Ministrja e re gjatë pranimit të detyrës garantoi angazhimin e saj në depolitizimin e sistemit të drejtësisë në Kosovë. Gjatë dorëzimit të detyrës së tij të deri tanishme, Hajredin Kuqi njofton ministrën e re Durata Hoxha për të arriturat e deri tanishme në sistemin e drejtësisë dhe sfidat të cilat e presin atë në marrjen e postit të ri si ministre e drejtësisë. Ai foli edhe për themelimin e gjykatës speciale, ku tha se kjo nuk është barë e institucioneve vendore. Ministri i drejtësisë do ta ketë mbështetjen e plotë të qeverisë së Republikës së Kosovës, edhe mbështetjen time. Por mbi të gjitha nuk do ta ketë ndërhyrjen të asnjëhershme të askujt në punën që do t'i ketë në raport me ligjin dhe dinjitetin e saj. Unë e di perceptimin qytetar, që njerëzit mendojnë që ministri i drejtësisë ka kompetenca edhe për sferën e gjykatës, këtë rast që përmend gjykatën speciale. Unë e them me bindje të plot, ministri edhe paraplan, edhe ministri aktual asnjë kompetencë për atë nuk e kanë. Ndërsa ministrja e re e drejtësisë Durata Hoxha premtoi angazhim dhe punë në sistemin e drejtësisë. Shprehu për kushtimin profesional që të bëjë edhe më tutje dhe të vazhdoj procesin e reformave, sidomos në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ministra e re foli edhe për ligjin antimafia, për të cilin tha se konform rregullave së shpejti do të dërgohet në kuvend. Qytetarë, afaristë e ekonomistë kanë shprehur shqetësimet e tyre për paralajmërimet për rritje të çmimit të energjisë elektrike. Këto paralajmërime janë bërë krahas angazhimit për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Mesatarja e kostos së energjisë elektrike për familje pritet të bëhet 13%, kurse në Evropë një kosto e tillë është 6%. Projekti për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re do të bëjë që çmimet e energjisë elektrike të bëjnë rritje deri në 50%. Me këtë shtrejtim të energjisë elektrike nuk pajtohen qytetarët e vendit. Jo vëllai, do të çashtë me metë në terr. Rroga penziat e vogla, kur që ne përtakojmë kur qysh. Duhet me bërë një zgjedhje, edhe kjo është e pamundur. S'është e pranueshme, krejt Kosova ka me dalë protesta. Garant ata. Se nuk mundet kurkush me përballu këtë punë. Ja. Agron Dika, eksperti i çështjes së energjisë elektrike, jep shpjegime se pse do të vijë deri tek shtrejtimi i energjisë elektrike. Me një studim i cili flet për këtë projektin e Kosovës së Re. Ky projekt, sipas atij studimi, del që është jashtëzakonisht i disfavorshëm për qytetarët e Kosovës. Është një projekt i cili ka me shkaktu rritjen e çmimit të energjisë prej 33 deri në 50%, kur fillojnë me operu centrale. Është një projekt të cilin po e bën një kompani, po e menaxhon Counter Global, e cila paska borxhe aktuale për projekteve aktuale të vetave prej dikun në vlerë prej 1.9 miliard dollarë. Përderisa Lulzim Beqiri, hulumtuesi ndikimit të energjisë elektrike, thotë që një kosto e tillë mund të detyrojë afaresët të mbyllin bizneset e tyre. Për biznesin? Po, është me vërtet se është kosto pa përballueshme për biznesin, njëkohësisht është edhe ndërprerja e energjisë elektrike është dëm i madh për biznesin, përderisa shumë makineri janë në funksion, duhet me ndërprer punën e tyre, ka produkte të cilat prodhohen ekstra prej energjisë elektrike dhe ato normal që dëmtohen. Ndërsa Musa Limani, ekspert i çështjes ekonomike, thotë se është dashur të mendohet para se të privatizohet Keku. Me rastin e privatizimit të distribucionit të Kosovës, se ka me ardhur deri te ngritja e çmimeve. Parasysh se firmës private nuk i intereson problemi social i popullatës qytetarëve të Kosovës. Ati intereson afarizmi i tij, edhe pikrisht ai normalisht se ka arsyet e veta që ta ngrit çmimin. Edhe pse është thonë se zyrja do thotë për herë edhe tani jam
kundër privatizimit të ndërmarrjeve publike të cilët kryjnë shërbime të veçanta për qytetarët e Kosovës. Tribuna Channel ka provuar se kontaktoi zyrën e rregullatorit për energji, por nuk kanë qenë të gatshëm të flasin për këtë çështje. Mesatarja e kostos së energjisë elektrike për familje pritet të bëhet 13%, përderisa në Evropë një kosto e tillë është 6%, që i bie të jetë më pak se gjysmë asaj që është në Kosovë. Kryetari i Bashkisë Islame në Podujev, Imam Bekim Jashari, thotë se feja po keqpërdoret në Kosovë për poem politik. Këto komente ai ka bërë në emisionin Republika me Dardangashin, duke shtuar se kjo praktikë është përvetësuar nga vendet arabe. Përdorimi i fesë për poena politik është diskutuar shpesh në Kosovë që kur u krijuan edhe partitë politike nga njerëz që thirrën në emër të fesë. Në Kosovë deri tani ekzistojnë së paku 2 parti të tilla, Partia e Drejtësisë e Ferit Aganit dhe Partia Fjala e Gzim Kelmendit. Imam Bekim Jashari, i cili njëkohësisht është edhe kryetari i Bashkisë Islame në Podujev, ka pohuar në emisionin Republika se feja është keqpërdorur në Kosovë për poena politik. Sa u përket 2 partive në fjalë, Jashari ka thënë se i njeh vetëm përmes mediave, mirë po ka porositur që ato të qëndrojnë larg fesë, pasi që feja i takon Bashkisë Islame dhe jo partive politike. Çështjet fetare në Kosovë, kompetencë për çështje fetare, kompetentë është Bashkia Islame e Kosovës. Nuk janë partitë politike. Islami nuk i takon një subjekti politik. Partitë që i potencuat ju, i njoh përmes mediave, asgjë më tepër, mirë po partitë duhet garojnë në zgjedhje me programet e tyre dhe gjithsesi larg përdorimit të islamit për poena politik. Jashari ka shtuar se ky keqpërdorimi i fesë për të fituar në politikë është praktike përvetësuar nga vendet arabe, por ai ka potencuar se nuk i takon deputetëve dhe as partive që të shfrytëzojnë fenë për të fituar në politikë, nga se kjo ka bërë që sot në Kosovë të flitet për një islam politik. Dhe nuk i takon asnjë subjekti politik, asnjë deputeti dhe askujt që të shfrytëzojë poena islamin për poena politik. Kjo ka ndodhur në Kosovë dhe seriozati i kësaj sot flitet për islamin politik, ne dim që islami është një. Jashari ka thënë se kjo gjë nuk duhet lejuar pasi që dëmton imazhin e fesë islame, ndërkaq ka vënë në pas se kjo është praktikë e vendeve arabe dhe të tilla praktika nuk i duhen Kosovës. Të nderuar shikues, ju njoftojmë se emisionin e Plot Republika mund ta ndiqni sonte me fillim nga ora 20:45 minuta, ndërkohë ne vazhdojmë me informacione të tjera. Marrëveshja e kredisë në mes Ministrisë së Shëndetësisë dhe Unicredit Bank Austria për blerjen e një aparature për kardiologjinë invazive në QKUK është përcjellë me një diskutim të gjatë nga ana e Komisionit Parlamentar për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale për shkak të çmimit të lartë të kredisë. Vlera prej 500.000 euro për këtë aparaturë u vlerësua e fyer dhe jo mirë e arsyetuar. Qeveria e Kosovës e ka riproceduar në kuvend marrëveshjen e kredisë Kosovë Unicredit Bank Austria për financimin e projektit të modernizimit të shërbimeve të kardiologjisë invazive në qendrën klinike universitare të Kosovës. Ministri i Shëndetësisë Imet Ramani në raportimet e tij para anëtarëve të Komisionit për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale është përballur me kritika për shkak të vlerës së kredisë prej 500.000 euro. Ministri Ramani ka kërkuar edhe një herë që komisioni ta pranojë këtë marrëveshje, pasi që aparatura ekzistuese është e vjetër dhe nuk i përmbush nevojat e pacientëve, duke shtuar se marrëveshja është në përputhje me procedurat ligjore. Unë kam një informat që vetëm mirëmbajtja e aparaturës ekzistuese në kardiologji dhe 2-3 aparateve tjera është ofertë tash të kushtoj 720.000 euro. Tash paramendone një vit shtesë për servisim, trajnim 2 javor dhe izolimi dhe përgatitja krejt hapësirave për shfrytëzim adekuat dhe krijimin e kushtet sigurta për funksionim, është vlerë e madhe ajo. Ndërsa antari i komisionit Bekim Axhiu tha se nuk do të lejojnë abuzimin me 500.000 euro të fryera pa tender, derisa nuk ka një arsyeshmëri sepse është rritur kredia. Dim qartë se po aprovoni një shkelje ligjore me votën tonë dhe nuk do lejojmë që të abuzohen 500.000 euro pa tender të fryera në këtë formë. Këtë mendim të Axhiu të mbështeti dhe deputeti pavarur Shaip Muja. Çdo arsyeshmëri që ju e jepni, çdo kompani sot që ta shet një aparat të jep edhe trajnimin pa parë. E ka mrena including the price, të anglisht. Këto janë spekulime. E dyta, neve na kanë ardhur disa përshkrime nga 3 kompani prestigjioze për këto aparatura në
kur e kemi kthy herën e kaluar. Dhe vlera variron nga 1.100.000 dhe 1.210.000 euro. Pa këtë pjesën që ka kime akomodu një ambient ku të kime regullu aty që mund të kushtoj 100.000 euro. Pezom 1.300.000 euro. Këtu po flitet për mja huq për 1.300.000 euro. Në këtë mbledhje, Ministri i Shëndetësisë Simet Ramani raportoi edhe për ndarjen e buxhetit për angazhimin e përkohshëm në punë të një grupi të specialistëve të papunë. Pakecat në Kosovë kanë kërkuar që shifrat të cilat po jepen kinse këta të fundit janë të punësuar në institucione publike janë të pavërteta. Ata kanë kërkuar që të thuhet stop manipulimeve me ta dhe kërkesat tyre të merren parasysh nga qeveria. Nga 19.026 nënpunës civil sa janë në vend, mbi 17.000 janë shqiptar, derisa nga komunitetet jo shumis janë mbi 1.800. Mirë po kjo shifër për deputetët të cilët përfaqësojnë komunitetet në kuvendin e Kosovës nuk është e saktë. Sipas tyre duhet të thuhet stop manipulimeve me komunitete. Deputeti egjiptian nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës Veton Berisha tha se shifrat janë keqpërdor dhe se të gjitha komunitetet janë të pakënaqura me përfaqësimin e tyre nëpër institucione publike. Shifrat cilat të prezentohen kontestohen, domethënë janë të papranueshme sepse aludohet që nuk i u takojnë aty në komunitetet dhe janë keqpërdor pozicione dhe janë keqpërdor pozitat. Ndërsa një pjesë tjetër e komunitetit mund me qenë kënaqur, por për shkak pozicionit tyre normalisht që kërkojnë më tepër. Gjitha komunitetet janë pa kënaqura. Që shifrat nuk janë të sakta dhe që ka manipulime me përfaqësimin e komuniteteve në institucione publike, e thot edhe deputeti i 6+ Danush Ademi dhe Qerim Bajrami. Qyrë ministrin kanë pos shumë shifrat rresh me një ministri kemi hosh 7 punëtor të komunitetit, tash ka li që fara asnjë s'ka figuru. Mendoj se është mirë stop të themi të lesene. Manipulimin sidomos me komunitetin, nëse një është për s'po kur tjeta nga komuniteti. Me keqardhje them se ajo që shihet në statistika nuk është e vërtetë dhe ky është problemi më i madh që kemi. Duhet të gjenden mekanizma në mënyrë që të gjithë komunitetet të përfaqësohen. Ndërsa kryetari i Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës Shkemb Manaj, i cili raportoi para Komisionit për të Drejtat, Interesat e Komuniteteve dhe Përkthim, ku edhe u bisedua pikërisht për implementimin e nenit 11 në ligjin për shërbimin civil, tha se duke marrë parasysh gjendjen në të cilën gjendet vendi, konsiderojnë se përfaqësimi i komuniteteve nuk i plotson normat ligjore. Ai foli edhe për statistikat e përgjithshme për shërbyesit civil. Shkolla e përfaqësimit komuniteteve jo shumicë në institucionet të nivelit qendror është 6.24%, që do të thotë se institucionet të nivelit qendror janë në mprogën ligjor në shkollën prej 3.76%. Nga niveli që është i përcaktuar me ligj në shkollën prej 10%. Sa i përket shkollës e përfaqësimit të komuniteteve jo shumicë në institucionet të nivelit lokal, ajo është në nivel 16.83%. Kurse kryetarja e komisionit Jasmina Zhivković tha se presin përkraje nga institucionet e Kosovës në mënyrë që edhe pakizat të përfaqësohen ashtu si e meritojnë. Universiteti i Prishtinës Hasan Prishtina ka nënshkruar memorandum bashkëpunimi me Ministrinë e Kulturës për të angazhuar 500 studentë të këtij universiteti në MKRS për të kryer punë praktike me pagesë. Këto shtrëngime duash në mes rektorit të Universitetit të Prishtinës Marian Dema dhe Ministrit të Kulturës Kujtim Shala tregojnë fillimin një zbatimi të një memorandumi të nënshkruar me qëllim që 500 studentë të këtij universiteti të fillojnë praktikën në këtë ministri. Ky memorandum hyn në fuqi më 1 janar 2017. Rektori UP-s Marian Dema tha se angazhimi i studentëve në punë praktike nëpër institucione të ndryshme është synimi i këtij menaxhmenti që nga dita e parë. Ka disa marrëveshje me institucione publike dhe kompani private pikërisht për kryerjen e punës praktike, punës profesionale dhe deri tash ky proces është rrjedhur në mënyrën më të mirë të mundshme, nuk kemi asnjë ankesë, asnjë pengesë. Kjo tregon se jo vetëm universiteti, po edhe studentët janë shumë të interesuar që ta kryejnë këtë punë praktike, sepse Universiteti i Prishtinës është shumë i interesuar që të lidhet me tregun e punës. Kurse Ministri Shala tha se studentët fillimisht do të përzgjidhen nga 5 fakultete të ndryshme të UP-s, por duke shikuar mundësinë që të vazhdohet edhe me njësi të tjera akademike. Studentët të cilët do kenë mundësi të jenë pjesë e kësaj praktike do të paguhen nga 15 deri në 18 euro në ditë. Me departamentin e
antropologjisë ne kemi një marrëveshje të veçantë bashkëpunimi, që është nënshkruar më herët, ndërkaq për kriteret e rekrutimit ne do të punojmë dhe të bëjmë gati dokumentacionin, sepse ky memorandum do të hyjë në fuqi me ne janar. Kujtojmë që ditë më parë Universiteti i Prishtinës ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi edhe me KAC, duke i mundësuar kështu shumë studentëve mundësi praktike në këtë institucion. Në vazhdim t'jekim lajmet ndërkombëtare të përfshira në blog. Kisha Katolike në Shqipëri thot se Vatikani e ka caktuar datën 5 nëntor si ditë të bekimit të 38 martirëve fetar shqiptar të vrarë nga ish regjimi komunist. Në muajin prill, Papa Francesk zyrtarisht i ka njohur si martir kryepiskopin Vincenz Prenushi dhe 37 priftërin të tjerë që kishin vdekur në Burgos e ishin vrarë në periudhën 1945-1974 nga regjimi i ish diktatorit komunist Enver Hoxha ka njoftuar Kisha Katolike në Shqipëri. Ish regjimi komunist në Shqipëri e kishte shpallur të ndaluar religionin në vitin 1967, ndërsa liderët dhe besimtarët fetare kishte persekutuar. Gjatë vizitës së Papës Francesk në Tiranë në vitin 2014, në bulevardin e dëshmorëve të kombit në qendër të kryeqytetit ishin vendosur postere të 38 klerikëve. Papa Francesk e konsideron Shqipërinë me popullat shumicë muslimane dhe po ashtu me komunitete ortodokse dhe katolike si model të harmonisë ndërfetare. Catholic priests were persecuted and he banned all religion in I will miss the roar of the crowd. I will miss the barbs. Kryeministri në largimi i Britanisë David Cameron e ka udhëhequr takimin e fundit të qeverisë derisa kamionët kanë filluar largimin e gjërave personale nga 10 Downing Street, vendi ku jeton dhe punon shefi i qeverisë së vendit. Cameron ka thënë se largohet nga posti i kryeministrit më 13 korrik, pasi e ka humbur referendumin për mbajtjen e Britanisë në Bashkimin Evropian. Kryeministri i radhës Theresa May është konfirmuar si lidere e Partisë Konservatore me 11 korrik, që do të thotë se ajo tani do të bëhet edhe kryeministre e Britanisë së Madhe. Ajo do të bëjë përpjekje që të qetësoj tregun financiar të vendit, i cili ka psuar rënje pas votimit për largim nga Bashkimi Evropian. Me gjatë ditës së djeshme me 12 korrik ka punuar për gjetjen e personave që do të zënë pozitat kyçe në kabinetin e udhëhequr prej saj, para se të kalojë për të jetuar në 10 Downing Street me 13 korrik. Nga 3 sulme me bomba sot në dhe rreth kryeqytetit Bagdad në Irak janë vrarë së paku 12 vetë. Sulmet kanë ndodhur në një lagje të banuar kryesisht me popullat shumicë shiite. Në sulmin vetvrasës me bombë në një pikë të kontrollit policor në Rashidia, sot janë vrarë 6 policë dhe 2 civil dhe janë plagosur 11 persona të tjerë. Policia thotë se në 2 sulme tjera me bomba në Bagdad janë vrarë 4 civil dhe plagosur 16 të tjerë. Këto të dhëna për të vrarë dhe të plagosurit janë konfirmuar edhe nga zyrtarët mjekësor. Kemi arritur në fund të këtij edicioni informativ. Për më shumë informacione vizitojeni uefaqen nga gazettatribuna.com. Ju faleminderit për vëmendjen, bashkë mirupafshim.